Të nderuar shikues sa 2 CNN, mirëmbrëma, mirë se vini në programin Rreth e Qark, ku si çdo mbrëmje trajtojmë çështjet më të nxehta, globale dhe rajonale. Unë jam Xhevair Qerdaku. Një sukses i plot është konsideruar vizita historike e presidentit amerikan Donald Trump në Kinë. E para një lideri të Shteteve të Bashkuara në një dekadë, Xi Jinping i rezervoi atij një pritje madhështore, të paharrueshme, siç thotë dhe vetë kreu i Shtëpisë së Bardhë, ku nuk mungoi asgjë nga mundja e duar shtrongimeve të konsiderata mik, kërcënimet dhe marrëveshjet e pretenduara tregtare. Megjithatë, shumë pikë pyetje mbeten pas lidhur me kërcënimin për Tajvanin, mineralet e rralla, armët bërthamore, naftën, Iranin e shumë çështje të tjera që trazojnë sot botën që ne jetojmë. Ndjekim materialin dhe kthehemi sërish në studio. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, pas përfundimit të samitit me Xi Jinping të Kinës, tha se diskutoi shitjet e armëve amerikane në Tajvan dhe tha se së shpejti do të marrë një vendim për këtë çështje, duke theksuar një pikë të nxehtë në marrëdhëniet SBA-Kinë. Duke folur me gazetarët në bordin e Air Force One pas kthimit të tij nga Kina, Trump tha se ai dhe Xi folën shumë për Tajvanin, por shtoi se ai nuk besonte se kishte konflikt për këtë çështje. Ai tha se nuk I kishte bërë asnjë angazhim Xi në lidhje me Tajvanin. Trump tha gjithashtu se Xi pyeti drejt për drejt nëse Shtetet e Bashkuara do ta mbronin Tajvanin nëse Kina sulmonte ishullin, por ai refuzoi të përgjigjej. Ka vetëm një person që di këtë, dhe ai jam unë, dhe ai person jam unë. Unë jam I vetmi person. Kjo pyetje më bësot nga presidenti Xi Jinping. Unë thash nuk flas për të. Unë nuk kam marrë asnjë angazhim për Tajvanin. Ne diskutuam shitjen e armëve për Tajvanin, por asnjë vendim nuk është marrë. Por e dini, mendoj se gjëja e fundit që na duhet është një luftë që është 9500 milë larg. I pyetur nëse Xi kishte sugjeruar se ekzistonte rreziku I konfliktit me Shtetet e Bashkuara për shkak të Tajvanit, Trump e minimizoi këtë perspektivë. Nuk mendoj se ka konflikt. Përveç se nuk kemi nevojë për forcën e tyre, nuk kemi nevojë për Tajvanin, tha Trump. Kina pretendon Tajvanin si territorin e vet dhe ka kundërshtuar prej kohësh shitjet e armëve amerikane në ishull, të cilat Pekini e sheh si ndërhyrje në punët e saj të brendshme. Shtetet e Bashkuara, pavarësisht mungesës së marrëdhënieve zyrtare diplomatike me Tajvanin, mbeten mbështetësi më I madh ndërkombëtar I Tajvanit dhe furnizuesi më I madh I armëve. Jashtë vëmendjes nuk u la as Irani. Presidenti I SBA-s e quajti qëndrimin e homologut të tij kinez Xi Jinping ndaj Iranit shumë interesant. Ai është I bindur se Irani nuk duhet të ketë armë bërthamore, u tha I gazetarëve në bordin e Air Force One, dhe dëshiron që ata të hapin ngushticën e Hormuzit. Nga ana e tij, Teherani ka marrë zyrtarisht një përgjigje nga Shtetet e Bashkuara, të cilat e hedhin poshtë plotësisht propozimin e Republikës Islamike për negociatat. Al Jazeera raporton këtë duke cituar burime iraniane, të cilat thonë se Teherani kishte përfshirë 5 kushte që duheshin përmbushur para se të fillonte negociatat bërthamore. Fundin e luftës në të gjitha frontet, heqjen e të gjitha sanksioneve, lirimin e aseteve të ngrira, kompensimin për dëmet dhe humbjet e luftës dhe njohjen e sovranitetit iranian mbi ngushticën e Hormuzit. Për të kristalizuar këtë përplasje dhe takim të superfuqive globale, na ndihmon sonte profesori John Borici nga Instituti I Historisë I Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, I cili ka botuar për hir të së vërtetës dhe një libër sa I përket marrëdhënieve Shqipëri-Kinë, politiko-ekonomike shqiptaro-kineze 1954-1960. Profesor, shumë faleminderit që jemi ne sonte për të diskutuar dhe për të trajtuar këtë temë kaq të rëndësishme që për hir të së vërtetës faktikisht e gjithë vëmendja e mediave ndërkombëtare dhe opinionit publik ndërkombëtar është përqendruar te ky takim. Shumë faleminderit për ftesën, është gjithmonë kënaqësi të diskutojmë çështje specifike siç janë edhe marrëdhëniet mes dy shteteve më të fuqishëm ekonomik të botës. Juve e filluat emisionin me shprehjen sukses I madh. Sukses I madh është konsideruar qoftë nga Washingtoni, qoftë nga Pekini. Për ta parë e drejtë, për ta parë se sa sukses I madh do jetë, do shikojmë se si do vijoj. Se zakonisht kur flitet me fjalë të mëdha, ka vepra të vogla. Jo, ka të papritura. Ka të papritura. Kështu që unë mendoj që duhet parë edhe kur presidenti Xi Jinping do të shkojë në Washington në ftesë presidentit Trump në shtator, mos gaboj, është në takimi I radhës. Sigurisht nuk u prit një vit nga takimi tetorit të vitit të kaluar në Korenë e Jugut, por kur u vendos një si paqe e brisht, le të themi, e luftës tregtare që vetë presidenti Trump e kishte iniciuar
në janar të vitit 2020 në mandatin e tij të parë, kështu që për të shikuar se sa e suksesshme ishte kjo vizitë, sa kanë fituar palët, apo kush ka fituar më shumë, kush ka fituar më pak, kush ka dalë më i kënaqur ose më i pa kënaqur, besoj se edhe në takimin e shtatorit, gjithmonë nëse do konfirmohet dhe do realizohet, atëherë pastaj do shikohet vërtet niveli i marrëdhënieve reale mes Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe Republikës Popullore të Kinës. Qartë, por dua të ndalem pak te kjo vizitë historike. Ju rezervua një pritje madhështore Donald Trumpit me ushtar, fëmijë, flamuj, muzikë, banket, firma të pretenduara në marrëveshje, kërcënime, vijat kuqe, dolli, pati pra gjithçka dhe në fund e quajtën njëri tjetrin mik. Besoj e përcollet dhe ju ashtu si pjesa më e madhe e botës dhe këtë vizitë historike. Dhe si duket Donald Trumpi e vazhdoi aty ku e la tek çështjet tregtare, por tashmë kishte me vete edhe atë barrën e këtyre konflikteve Irani, Ukraina, çështja e Tajvanit, duke marrë në konsiderat gjithçka çfarë ndodhi, ju si e vlerësoni këtë vizitë? Vizitë historike është fjalë e madhe, sepse nuk është se u vendosën për herë të parë marrëdhënien diplomatike mes Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe Kinës. Gjithmonë kur themi historike, i referohemi fjalëve të dy liderëve kryesor, Xi Jinping dhe Donald Trump. Vizitë historike mund të quhet vetëm vizita presidentit Nixon në 72-shin, kur e njohu zyrtarisht Republikën Popullore të Kinës, pas antarësimit saj edhe farë rezolutës shqiptare në 71-shin në OKB dhe përzënies së Tajvanit, ndoshta për të flasim pak më vonë. Por ajo mund të quhet vërtet vizitë historike, sepse ishte një hap i madh për njerëzimin, hap i madh marrëdhënie ndërkombëtare dhe një tronditje e madhe për gjithë botën. Nuk besoj se bota për momentin në këtë vizitë posoi një tronditje të madhe. Ishte thjesht një vizitë e kujdesshme, e mirë përcaktuar, me synimet qarta. Vetë presidenti amerikan para se të nisej tha në zyrën ovale të Shtëpisë së Bashkuara, tha ne me Kinën bëjmë shumë para. Është një president businessman dhe sigurisht të bërit para është në thelbin e konceptit të tij, edhe si biznesmen po edhe si politikan. Kështu që në rastin konkret kjo vizitë sigurisht do të parë pastaj kur nëse hapen letrat e marrëveshjes asaj se çfarë është arritur ose çfarë nuk është arritur, sepse edhe vetë zyrtarët dhe zëdhënësit e medias të dy kampeve thanë që ishte një vizitë e mirë, por nuk thanë vetëm fjalën good, mirë, nuk thanë që është e shkëlqyer apo kështu. Domthonë thjesht duhet të presim. Sigurisht ato janë pjesë e protokollit, se kinezët e kanë shumë është një traditë e lashtë, e përdorin këtë traditë të lashtë për të shkaktuar habi tek miku që vjen, për të treguar nivelin e lartë të kulturës, për të treguar që janë vërtet perandoria mesit, siç është quajtur dikur, sepse ne jemi mesi i botës dhe të gjithë të huaj barbarët në thonjza janë të detyruar të na falin respekt për mikpritjen që ne i kemi. Domthonë është pjesë e një standardi edhe protokollar të mirë përcaktuar dhe të pranuar sigurisht nga pala që shkoi për vizitë, por në rastin konkret në të gjithë ato se çfarë u pa dhe çfarë u diskutua shkurtimisht edhe nga zëdhënësit përkatës dhe nga grupet përkatëse të politikanëve, biznesmenëve që kishin shkuar në Kinë për të shoqëruar presidentin, kështu që do të themi që ishte një vizitë e përqendruar më së shumti tek biznesi dhe më pas tek politika, dhe pak më pak tek politika për mendimin tim. E qartë, ndoshta elefanti në dhomë i gjithë kësaj vizite ishte pikërisht çështja e Tajvanit, që trazoi jo pak edhe opinionin publik ndërkombëtar. Tashmë Xi Jinping nuk i ra nga Kina për ta përmendur, por ja referoi drejt për drejt dhe në sy presidentit amerikan Donald Trump që nëse përziheni dhe do të vazhdoni përpara, ishte nën teksti atij kërcënimi me politikën e një Tajvani të pavarur, kjo mund t'i çojë Kinën dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës drejt një konflikti. Dhe duke marrë në konsiderat këtë dhe që u konsiderua dhe u vlerësua si një situatë e rrezikshme nëse do të vazhdohen pra me financimin e pavarësisë së Tajvanit, dhe nga ana tjetër pam që administrata amerikane të paktën pa lënë akoma territorin kinez, shprehu vazhdimin e politikave dhe mos ndryshimin e politikave sa i përket Tajvanit, dhe raportimi më i fundit ishte që dhe Tajvani vetë kishte vendosur ushtrin në një lloj gatishmërie dhe kishte bërë
taktika ushtarake mbrojtëse. Ju si e vlerësoni këtë kërcënim që tashmë bëhet hapur nga Kina drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Nuk është era parë, paktën që nga themelimi i Republikës Popullore të Kinës me 1 tetor 1949, që çështja e Tajvanit shtrohet edhe për bisedime, por edhe si kërcënim ana Kinës. Lejon të them që deri në vitin 1996 kanë ndodhur 3 kriza të kushtëtisë së Tajvanit. Dhe palët kanë qenë, sidomos në vitet 50, kanë qenë shumë afër përplasjes ushtarake mes Kinës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, por lejon të them këtu që është Kina ajo që është tërhequr. Nuk kanë qenë Shtetet Bashkuara të Amerikës që është tërhequr. Dhe në një takim të ashpër që ka zhvilluar aso kohë kryetari Mao Zedong me Nikita Khrushchevin, liderin e Bashkimit Sovjetik, në 58-ën Mao thjesht kërkonte mbështetjen e Khrushchevit sepse Kina aso kohë nuk ishte fuqi bërthamore. Bashkimi Sovjetik po. Dhe Khrushchevi nuk e ndihmoi. I tha, nëse keni fuqi të merrni Tajvanin, urdhëroni ja ku e keni, nuk e keni larg. E keni përballë. Urdhëroni merreni. Por që do të thoshte neve nuk dërgojmë ushtar për ju për të vrarë apo armë bërthamore për të përplasur me armët bërthamore, sepse aty Mao Zedongi në përpjekje për ta bindur tha Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një tigër prej letre. Ne kam thënë një herë tjetër dhe them po i thotë Khrushchev, tigër prej letre por ka dhëmb atomik. Kështu që shfarosja pastaj juaja jona atyre e botës është e sigurt. Kështu që ka qenë një politikë pastaj e kujdesshme nga ana e Kinës, ata janë përpjekur gjithmonë paktën në kohën e luftës së thotë derisa u antarësuan në organizatën e Kombeve të Bashkuara, ti përshtaten ta bëjmë botën të kuptojë që ka vetëm një Kinë, nuk ka 2 Kina, dhe këtë e miratuan dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 1972, është deklarata e famshme e Shangajit në shkurtit e atij viti, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet presidentit Nixon aso kohë zyrtarizuan që ka vetëm një Kinë dhe Tajvani është pjesë e Kinës. Por ishte pjesë e kompromisit të madh që u bë në vitin 1971 dhe me vizitën e famshme sekrete të Kissingerit në Korrik të vitit 71, që hapi dhe rrugën zyrtare pastaj të antarësimit të Kinës, që Kina do antarësohet në OKB, Tajvani do largohet, por do ruaj pavarësinë jo si shtet. Neve nuk do ta njohim si shtet. Dhe më lejoni të saktësoj edhe një pikë tjetër të rëndësishme që Tajvani nuk ka deri më sot e kësaj dite që po flasin, nuk ka të nënshkruar asnjë aleancë ushtarake mbrojtëse me Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo me ndonjë vend tjetër të Bashkimit Evropian dhe të Hemisferës Perëndimore. Deri në sot. Nuk ka. Sigurisht është një pikë e nxehtë, mua më kujtohet kur kam qenë në Akademinë e Shkencave në Pekin, atë më lejon ta them. Përpara një profesor që po diskutonim atje ishte këshilltari i qeverisë, aso kohë këtu 10 ditë përpara. Dhe kur një kolegu im nga Universiteti i Tokios bëri pyetjen që neve e kishim pak të ndaluar ta bënin lidhur me Tajvanin, sepse ishim një grup studiuesish për një çështje shumë specifike siç ishte një brez një udhë aso kohë, po kolegu im nga Tokyo, nga Universiteti i Tokios bëri pyetjen ç'mendoni për Tajvanin. Dhe për habin ton të gjithë ai tha vetëm një fjalë. Tajvani nuk kemi rrugë tjetër për ta marrë përveç se me luftë. Nuk e harroj asnjëherë dhe në vitin 2017 kur kemi qenë atje. Dhe ne thjesht gjithë shtangëm, që do thotë Kina nëse shkon puna deri aty, do të bëjë një llogari shumë të madhe, ndërsa me veten e vet. Sa e forcon ndërkombëtarisht si imazh dhe patjetër dhe ekonomikisht, sa e përballon një luftë kundër Tajvanit, sepse nga viti 2022 lejonin disa shifra të fundit të studimeve që kanë dalë, këto nuk janë shifra Facebooku. Tajvani ka rritur buxhetin e vet ushtarak në 24 miliard dollar në vit. Dhe më lejoni të bëj një paralelizëm. Se më kanë pyetur dhe kolegë tuaj të tjerë për sa i përket nëse a ka paralelizma në botë. Po, mund të jap paralelizëm me Gjermanive. Në vitet 1989-1990. Gjermania perëndimore, kur ishte shumë e dukshme që Bashkimi Sovjetik nuk e mbante dot, nuk kishte më fuqinë e dur ekonomike për të mbajtur dhe trupët e vet të stacionuar në Gjermaninë lindore dhe për të kërcënuar NATO-n, atë pikë, në një takim që ka dalë së fundi një studim shumë i një profesor ish sovjetik, që jeton në Angli, ka bërë një libër shumë të mirë studimor nga arkiva sekrete ish Bashkimit Sovjetik dhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës, në një takim sekret që ka zhvilluar aso kohë kancelari Kohl me presidentin Bush i vjetri,
ja ka shtruar këtë kërkesë tani si të largojmë sovjetikët ne prej aty. Dhe Bushi thjesht ka ngritur shpatot, tha, luftë nuk bëjnë dot, tha, se shkatërrohet gjithë bota. Po mirë, thot kancelari Kohl, a mund t'i korruptojmë? Pra, t'i japim paratë të largohen? Dhe presidenti Bushi thot, nëse juve i keni xhepat aq të thellë, do thonë që do thotë unë për juve jemi aleat, jemi miq, por unë për ty nuk paguaj. Dhe Gjermania perëndimore e ka blerë Gjermaninë lindore, kam habitur kur kam paratë shifër, 100 miliard Deutsche Marka në vitin 1989. Si mendoni ju se ra muri i Berlinit pa u shkrepur një fishek zjarr? Aty ishte me urdhër zyrtar që kushdo që përpiqej ta kalonte në mënyrë sekrete të fshehtë ilegale, pushkatoi në vend. Dhe i shoqëruar me gra dhe me fëmijë. Deri këtu shkonte puna. Në rastin konkret, ka Kina aq fuqi ekonomike sa të merret vesh me Tajvanin për t'u bashkuar, sepse do të bënte një dallim tjetër shumë të rëndësishëm. Gjermania bleu një shtet të falimentuar. Bleu tokën e vet me para për shkak të gabimeve të fajit tepër të rëndë historik të luftës së dytë botërore që ishte ndarë, por kjo është çështje tjetër. Tajvani nuk është një vend i falimentuar. Është vend lider botëror së bashku me Hollandën në fushën e semikonduktorëve. Pikërisht aty ku është përqendruar ekonomia nuk është vend me gjitha. Nuk është një vend i falimentuar që ta bësh Tajvanin të jetë të të bashkohet ty, unë nuk di se çfarë duhet t'i ofrosh. Dhe problemi është që Kina ka një sistem që quhet socializëm me karakteristika kineze. Tajvani është kapitalist. Tani do jetë sistemi i Tajvanit kapitalist. Kapitalist kuptimin e plot fjalës. Tajvani që do të imponoj Kinës sistemin e vet politiko-ekonomik, pra kapitalizëm dhe demokraci, apo dhe Kina që do të imponoj Tajvanit politikën e vet të socializmit me karakteristika kineze. Kjo ngelet për të parë. Por është një situatë e turbullt, e vështirë. Kina nuk është se nuk e ka patur në mendjen e vet edhe në luftën kundër Tajvanit, edhe pse dikur kur Cyrus Vance shkoi në vitin 1977 në Kinë u takua me Deng Xiaopingin, me liderin e ri. Deng Xiaopingi ishte shumë i kujdesshëm se liderit kinez të tjerë dhe tha për Tajvanin jemi gati të presim edhe 100 vite. Kjo është përgjigje zyrtare nga dokumentat e NATO-s që unë kam hulumtuar. Dhe lufton apo jo, sepse është eksperjenca shumë e keqe e Rusisë, bllofit të madh që ndodhi me Ukrainën. Do thonë, po të kishte qenë suksesshme fushata e Rusisë në Ukrainë, pa të jeni sigurt që edhe Kina do ta kishte bërë hapin e vet në sulmin kundër Tajvanit. Ka pasur edhe raportime serioze nga media ndërkombëtare që Rusia po e ndihmonte ose po e trajnonte disi ushtarët e Kinës se përket ndonjë iniciative ushtarake që mund të ndërmerrte ndaj Tajvanit, por gjatë bisedës tonë në fillim e saktësuam që ishte konsideruar një tigër prej letre, nuk kishte fuqi bërthamore kohë më parë kur Kina ndoshta edhe mund të mësynte Tajvanin dhe tashmë jemi në një realitet tjetër që dragoj i ka ato dhëmbët bërthamor. Por sërish dalim te koste, sa mund ta përballoj Kina ndonjë operacion ushtarak duke ditur që pjesa më e madhe e ekonomisë së Kinës varet nga eksportet drejt perëndimit, drejt Bashkimit Evropian, drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës, që mbajnë gjallë atë zemrën ekonomike të Kinës. Drejt, absolutisht po. Por që pyetja që mund shtrohet, besoj më mirë do të ishte sa kushton Tajvani për Kinën dhe sa i domosdoshëm është Tajvani për Kinën. Sigurisht që thash nuk është një vend i falimentuar, që mezi pa pret të shpëtohet dhe të prosperoj. Mos harroni që në vitet 90 Kina ka përfituar dhe para se të vija këtu tek ju pas disa shifra nga studimet, Kina ka patur partnerin kryesor në Azi për shkëmbime tregtare kishte Tajvanin dhe ka përfituar miliarda dollar nga tregtia me Tajvanin, sepse nëpërmjet Tajvanit shkonte edhe në pjesë tjera të botës, sidomos në oqeani. Kështu që vetë ekspertët kinez, politika, diplomacia, biznesi, inteligjenca, mendoj se duhet i bëjnë shumë mirë llogarit nëse ndërmarrin hapin ekstrem që është hapi i luftës. Sepse dikur është folur për ato që quhet kurthi i Tuqididit, që do thotë fuqia në rritje sfidon fuqinë ekzistuese, që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po jo më kot e thash pak më përpara që mes Tajvanit dhe SBA-ve, dhe këtë po përsëris, nuk ka zyrtarisht aleancë ushtarake. Nuk ka, paktën deri tani. Kështu që të kemi shumë kujdes, sepse jo pak herë fuqia në rritje, një fuqia ekzistuese, sipas historisë, janë përplasur jo pak herë,
kanë shkaktuar tragjedi të mëdha dhe në 20 raste që unë kam hulumtuar për të bërë krahasimet përkatëse, vetëm 4 kanë përfunduar në marrëveshje. Ato që quhet kompromis. Do të kuptojmë edhe gjë tjetër shumë thjesht. Kompromisi kushton. Kushton shumë, sepse kompromisi është investim. Tani është më mirë, si thoshte dikur kardinali Richelieu në Francë, ta vendosësh dorën te shpata apo te xhepi të hollave. Kush të siguron më shumë vimësi, kush të siguron më shumë të ardhmen. Kështu që kjo është një dilemë që besoj e kanë të gjithë liderët kinez, por është një çështje e cila nuk mund të shtyhet pafundësisht për mendimin tim. Ndoshta herë të vonë do vendoset në pikat mbi i. Do vi momenti që vendoset. Ose do thash, askush nuk ka mohuar në botë nga lidhat perëndimore, duke filluar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, të lidhat evropiane që Tajvani është pjesë e Kinës. Ka qenë pjesë e Kinës. Duke qëndruar faktikisht te kjo çështja e dilemave të luftës, pra dora tek shpata apo tek xhepi i të hollave, natyrisht që një pjesë e diskutimeve mes Trump dhe Xi Jinping ishte edhe çështja e Iranit. Aty ku kalon të paktën në ngushticën e Hormuzit 20% e ekonomisë globale, karburantit, energjisë, po. E vërtet. Dhe palët deri një farë pike u pajtuan që duhet të ketë paqe, nuk duhet të ketë tarifa, pra nuk do të ketë një doganier që merr tarifën e vet në ngushticën e Hormuzit që do të ishte Irani. Nga ana tjetër, presidenti Donald Trump konfirmoi që lideri kinez Xi Jinping ishte vetofruar që ta ndihmonte në zgjidhjen e ngërçit aktualisht me Iranin. Nga ana tjetër, kryediplomati amerikan Marco Rubio theksoi që nuk ja kemi nevojën Kinës sa i përket bisedimeve me Iranin që për hir të së vërtetës kanë ngecur qoftë në çështjen bërthamore, ashtu edhe në atë ekonomike, si qëndron e vërteta, sepse dim që Kina ka ndikim të jashtëzakonshëm në Teheran të paktën, sepse përpara se të arrinte Trump në Pekin, ishte ministri i jashtëm iranian që vizitoi dhe si duket ka lënë ato porositë e fundit. Pra, ja ka nevojën Amerika Kinës për Iranin? Unë i besoj më shumë sekretarit të shtetit, Marco Rubio nuk. Shikoni, do të jemi realist. Dikur, në vitet 90, ekspertët amerikan me në kryet Henry Kissingerin thoshin që do jetë një tmerr për Amerikën dhe për perëndimin nëse arrihet aksi Moskë-Teheran-Pekin. Ato janë, le të themi, një aks, po është një aks shumë i dobët. Është e vërtetë që Kina ka interesa shumë të mëdha në Iran, sepse është blerësi kryesor i naftës iraniane, që do thotë është një investim shumë i madh nga ana e Kinës, ekonomik në Iran. Por lind pyetje shumë e thjeshtë. Amerikanët kanë 10 javë, hyrin javën kjo besoj është java 11 që vjen, e bombardimeve të pikave strategjike të Iranit. Se nuk kanë ndaluar dot. Se Shtetet Bashkuara të Amerikës për të sulmuar Iranin nuk janë këshilluar me Kinën. Që do të thotë, një shtet kur ka fuqi, vepron dhe pikë. Nuk merr leje. Që do të thotë, Kina për momentin që po flasim nuk e ka ende atë fuqi. Dhe shifrat financiare e tregojnë fare mirë këtë. Nëse buxheti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, GDP-ja është 32 trilion dollar, që do të thotë mas çdo lufte që ka zhvilluar, do të thonë që nga koha e Vietnamit, Afganistani, Iraku e tjerë, është rritur gjithmonë me afërsisht 6 trilion dollar. GDP-ja Kinës ka shkuar afërsisht 19 trilion dollar. Besoj se diferenca është jashtëzakonisht e dëmshme. E ka gati 500 miliard dollar më shumë se sa Bashkimi Evropian i gjithë së bashku, Kina, prandaj është fuqia e dytë ekonomike e botës, por është shumë larg Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe investimi i saj në Iran nuk u mbrojt, paktën për momentin. Sepse që të mbrosh investimin tënd, sigurisht i hyn në luftë. As në Venezuelë. As në Venezuelë, madje shkojmë, nëse ju kujtoni me që e përmendët, presidenti Putin i Rusisë tha, mund të merrni çfarë doni me Venezuelën, kur para 3 ditësh kishte thënë shmiku më i madh dhe kështu, vetëm lini dorë të lirë në Ukrainë. Domethënë e shiti sa hap e mbyll syt, që do thotë mes këtyre vendeve nuk ka partneritet logjik tregtar. Ka vetëm marrëdhënie individuale
sipas interesave të liderëve. Dhe ky është dallimi i madh me Perëndimin. Perëndimi kur ka marrëdhënie ka partnership. Nuk ka marrëdhënie personale mes liderëve. Ka partnership, ka interesa që bazohen në një partnership i mirë llogaritur, i mirë përcaktuar dhe me strategji të qartë. Interesat e autokracive, dhe ky është një leksion tjetër i çmuar i historisë, bazohen gjithmonë tek vullneti i udhëheqësve. Që do thotë kur ato udhëheqës bien, marrin me vete çdo gjë që kanë ndërtuar dhe prandaj ato vende duhet ta fillojnë edhe një herë çdo gjë nga e para. Nga zero. Duke qëndruar tek mësimet historike, Persia e Lashtë ka pasur një histori të pasur faktikisht edhe konsiderohet ndoshta i vetmi shtet ose komb që nuk është mundur asnjëherë në fushën e betejës. Do ja arrin dot Shtetet e Bashkuara të Amerikës të thyejnë në Iranin. Janë disa gjëra që vetëm koha i tregon. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bëjnë një luftë, ajo quhet smart war, luftë inteligjente. Nuk kanë dërguar ushtar, e kanë dërguar luftanijet, gjithë flotën, një pjesë të mirë të flotës së tyre detare dhe ajrore, por s'kan hyrë ushtarakisht, nuk kanë shkelur çizme ushtarake në tokën e Iranit. Në konceptin e ri global tani, të marrëdhënieve ndërkombëtare nuk është më dikur në fushë betejës tanket të dy ushtrive apo ushtarët, tani ekziston ajo që quhet bankat kundër tankeve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kontrollojnë ekonominë e Iranit. Pa marrë vesh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo Irani nuk avancon dhe kjo ka filluar që në vitet 90. Ajo që quhet choke point, pika mbytjes, asfiksimit. Përjashtimi Iran nga SWIFT-i, transfertat ndërkombëtare, kontrolli i ngushtisës së Hormuzit, pengimi i tregtisë së naftës. Irani po nuk shiti naftë, mund të shtysë sa doj. Sa do shty. Po nuk shiti naftë, bie normalisht, nuk e mban dot më. Plus mos harroni që është një regjim represiv, që nga viti 1979, jo se më përpara në kohën e Shahut nuk ka pasur represion, po ka patur, le të themi, pak më të moderuar, tani kemi një regjim shumë të fortë, shumë represiv, me luftëra të mëdha. Mos harroni që Irani në vitet 80 ka bërë gati 10 vjet luftë me Irakun. Iraku ose kohë Saddam Hussein ishte aleat i ngushtë i Francës dhe i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe është armatosur nga Franca dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitet 80 për luftë kundër Iranit. Pra, dobësimi i përjashtimi nga forumet e rëndësishme tregtare botërore. Dallimi i madh që ka me shtetet e tjera të Gjirit Persik, për shembull, shikoni Emiratet e Bashkuara Arabe, shikoni Katarin. Arabia Saudite po ecën me hapa të jashtëzakonshëm duke marrë vesh me Perëndimin. Irani pse nuk do ta bënte dhe Irani një gjë të tillë, madje ishte shumë afër konceptit perëndimor se ç'kanë qenë vendet e tjera të Gjirit Persik. Është një leadership i ngurtë i mbetur në kohë, e quajmë në histori, që nuk kupton rëndësinë e zhvillimeve të shekullit të 21, sigurisht që do ketë probleme shumë të mëdha. E qartë, dhe një nga ato vendet që ndoshta ka probleme të mëdha aktualisht me rendin ndërkombëtar apo me ekspozimin apo uljen në tryeza të mëdha ndërkombëtare është pa diskutim Rusia, dhe Vladimir Putin ndoshta, le ta themi kështu me shaka, nga xhelozia e një takimi dhe çfarë mund dilte nga ballafaqimi Trump-Xi Jinping, testoi raketën bërthamore ndoshta që u konsiderua nga vetë Moska, sepse ende nuk i dim detajet, që është më e fuqishmja, pra armë bërthamore që aktualisht posedon një shtet në botë, dhe nga ana tjetër u duk sigurisht një mesazh i drejt për drejt, qoftë për Amerikën, qoftë për Kinën, që në këtë lojë ndryshimesh gjeopolitike që pretendohet se po ndodhin, një aktor i madh duhet të ishte edhe Rusia. Ju mendoni se, duke ditur edhe nga historia, nga herët e kaluara, kur ballafaqohen, le të themi kështu, superfuqitë e mëdha, është marrë mesazhi dhe mund të arrihet diçka përmes tregimit të forcës? Asnjëherë në histori të paktën, më sa njohun, zyrtarisht, që dikush ka kërcënuar, do thotë që s'ka pasur asnjëherë fuqi. Rusia është vetë përjashtuar, pa filluar lufta në Ukrainë në 2022, është vetë përjashtuar nga tryezat botërore. Politika dhe saj të prapambetura, evokimi i kohës lavdishme të carëve, apo edhe i luftës së ftohtë, nuk kanë vënd shekullin 21 në konceptet e reja globale, ekonomike, politike, diplomatike, të shërbimeve të inteligjencës e kështu me radhë.
Kështu që dakord e bëri testin. Kundër kujt? Këtë do kërcënosh. Dhe me të gjitha, çfarë të pengon ty si lider i shtetit i padiskutueshëm i Rusisë të sulmosh me armë bërthamore? Se ke bërë deri tani? Nuk do të harruar leksioni shumë i çmuar, që ishte një fatkeqësi e madhe e Japonisë, Hiroshima dhe Nagasaki. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kur lëshuan bombat bërthamore, nuk thanë shikoni se ne do lëshojmë bombat bërthamore. E bën dhe pikë. Kështu që Rusia është një vend që gjithmonë liderët e saj çuditërisht kanë jetuar me ndjenjen e pasigurisë. Sepse duke qenë se kanë patur atë maninë e madhe të zgjerimit të territoreve, por pa bërë llogaritë e mira përkatëse se a i mbajmë dot këto territore që duam të pushtojmë në tim. Kështu që ndjenja e pasigurisë historike, që nga koha e Ivanit Mëshëm, e kohës e Katerinës Madhe, Pjetrit Madh, e carëve Romanov, deri në shëmbën e Bashkimit Sovjetik, ka patur lidhje pikërisht me këtë pasigurinë e drejtimit dhe të paturit një vend solid në marrëdhënie ndërkombëtare. Por ku qëndron aktualisht Rusia ose ariu rus mes shqiponjës amerikane dhe dragojt kinez? Asgjë kundi. Për mendimin tim asgjë kundi, sepse ariu rus është i zhytur në detyrime borxhesh që kur të hapen letrat ndaj Kinës, me të gjitha ndaj Kinës. Dhe jo në këtë studio ndoshta me kolegën tuaj kemi biseduar ose kemi diskutuar së kohë kur shkoi vetë presidenti rus në Pekin, shkoi si nxënës para mjeshtrit, vetëm ai fliste me duar dhe me këmbë, Xi Jinpingu vetëm buzëqeshte. Është një gaf shumë i ftohtë, është shumë e dukshme dhe është një gaf e përsëritur e leadershipeve të Rusisë që nga korat e shekullit të 19, fillimit të shekullit 20. Rusia gjithmonë sa herë që është zhytur në aventura pushtuese, gjithmonë ka humbur. Sa herë që ka bërë luftë mbrojtëse, gjithmonë ka fituar. Në rastin konkret, ju e shikoni vetë se lufta në Ukrainë pothuajse nuk zë më kryeradhën e lajmeve ju vetë edhe në televizion, nuk është se i kushtoni tani vëmendjen maksimale siç kanë qenë deri para një viti ose para 2 vjetësh. Nuk ka më vëmendjen kryesore. Pa diskutim, sepse zhvillimet në botë ecin me ritme tashmë të frikshme. Teknologjia ka shkuar në nivele të paimagjinueshme, sa që është bërë edhe shqetësim tani për njerëzimin. Imagjinoni pastaj madje her pas here qoftë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski, por edhe lideri rus Vladimir Putin shprehin atë xhelozinë që nuk e kanë më atë vëmendjen e tyre në arenën ndërkombëtare me shpërthimet në lindjen e mesme apo fronte të tjera. Është një luftë, më falni t'ju them që më kujtoa diçka, ish drejtori i CIA-s, generali David Petraeus, tha një fjalë të bukur për Rusinë dhe ky është një kurth që Rusia bie për disa herë, kur tha e vetmja mënyrë, tha, kishte filluar lufta në Ukrainë. E vetmja mënyrë, tha, për të parë, tha, sa e fortë ishte Rusia, tha, ishte të fillonte luftën në Ukrainë. E vetëm mënyrë, nuk mund të dinim se sa e fortë ishte ushtria ruse, se sa potencial ekonomik real kishte Rusia për të mbështetur luftën dhe me gjitha çfarë lloj inteligjencë ushtarake dhe fuqie ushtarake reale kishte Rusia, vetëm mënyrë tha ishte për ta parë nëse kur të sulmonte Ukrainën. Është një kurth tjetër, që është kurth i përsëritur dhe kurth ka rënë edhe në procesin e Helsinki në vitin 75, ka rënë në vitet 80, ka rënë në fundin e luftës së ftohtë, në vitet 90 janë harxuar miliarda dollar nga administrata presidentit Clinton për të mbajtur në këmbë Rusinë që të mos shpërbëjë edhe më, sepse shteti ka humbur rreth mbi 40% të GDP-së saj kur mbaroi lufta e ftohtë, kur shpërbeu Bashkimi Sovjetik. Kjo është një shtet që i ka të përsëritura gafat politike. Qartë dhe natyrisht që edhe Vladimir Putin edhe shumë liderë dhe politikanë të tjerë rusë që nuk zënë mend nga historia dhe historia ka një... është shumë dëshkuese. Është shumë dëshkuese në momentin që çdo lider apo shtet e harron atë, por duke qëndruar tek historia. Dhe kemi trajtuar edhe bashkë disa herë çështjen e rendit ndërkombëtar. Dhe ka ekspertë shumë ndërkombëtar që theksojnë që kjo vizitë e presidentit amerikan Donald Trump e zyrtarizoi në thonjza disi
edhe polin e kundërt të Amerikës, pra rendin e ri ndërkombëtar që tashmë është me 2 qendra drejtimi, një në Washington dhe tjetra në Pekin. Duke ditur edhe qoftë nga historia, por edhe faktet që tashmë na janë shfaqur si asnjëherë më parë në sy të gjithë botës, ju si e vlerësoni? Është Kina në kushte kur mund të thuhet që është poli kundërt i Amerikës, i rendit të ri ndërkombëtar? Po, kemi diskutuar bashkë, po ju nuk hiqni dorë me këtë pyetje dhe kolegët tuaj kanë pyetur. Sepse është një temë që del në sipërfaqe vazhdimisht kur ballafaqohen Kina dhe Amerika. Besoj kam sqaruar dhe kam një mbështetje që të ketë një rend të ri, do të ketë një luftë. Po. Por a mund të jetë Kina poli i kundërt? Po si mund të jetë Kina poli i kundërt kur çdo gjë ka të bazuar në marrëdhëniet tregtare me botën perëndimore? Që të bësh polin e kundërt, do të ndërtosh sistemin tënd ekonomiko-politik, dhe të kesh atë që quhet aleancën që e drejton ti si kundërpesh ndaj aleancës perëndimore. Në këtë rast është BRICS-i. BRICS-i nuk e thonë, BRICS-i është përbëhet nga shtete, për ashtu Kinën deri diku, po do ndoshta do bëjmë një mision special për borxhe, jo për BRICS, por për borxhet e brendshme që ka Kina, janë shumë të rënda. Dhe BRICS-i përbëhet nga shtete që janë gjysmë të falimentuar, që i kanë borxhet tepër të mëdha, sepse më lejon ta ripërsëris edhe një herë. Nuk mund të kesh një aleancë dhe të sfidosh atë që është në krye, kur të gjitha pagesat e borxheve dhe të tregtisë bëhen me monedhën e shtetit që komandon aleancën që ke përballë. Kur borxhet janë 60% në dollar amerikan, 25% në euro, 5% në yen japonez dhe pjesa tjetër mund ta merrni si doni, imagjinoni çfarë sistemi të ri botror po flasim, nuk ka sistem për momentin. Madje liderët qoftë Xi Jinping, qoftë Trump u pajtuan me një deklaratë të përbashkët, le të themi kështu, që nuk do të jenë më Amerika dhe Kina rival, por do e ruajnë me kujdes këtë marrëdhënie miqësore dhe ekonomike mes tyre, dhe duke ardhur pikërisht tek kjo pjesa, tek përplasja që në botë paktën po transmetohet si përplasje e superfuqive. Në fund do t'ju pyes çfarë do të ndodh me këtë binom që mund të përcaktoj fatin e botës, pra e ardhmja? Thatë mund të përcaktoj. Të ardhmen nuk e parashikojnë dot. Janë disa gjëra, jam më kohë të them më pak më përpara, janë disa gjëra që vetëm koha i tregon. Kina u bë kjo që është sot, një fuqi e madhe, vetëm në partneritet të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropën perëndimore. Është i vetmi vend në botë që vetëm për periudhën në 2006-2011, sipas shifrave të fundit që hulumtova, është i vetmi vend në botë që ka pas rritjen ekonomike GDP-n me 2 shifra, 11%. Askush tjetër s'ia ka dalë dot. Në momentin që Kina filloi të tregonte si një politikë, le të themi, më të pavarur ekonomike nga marrëveshjet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian apo të vendet të tjera të hemisferës dhe aleatët e tyre, ekonomia e tyre nuk ka rritur më ato shifra. Madje në biseda me miqtë mi, në profesor në Pekin, jo më kanë thënë, dhe unë vetë kam hulumtuar që se zbën Kina do të qëndrojë në marzhin e rritjes ekonomike vetore 5% e lartë. Nëse bie nën 5%, ka gjithmonë probleme të veta. Dhe mos harroni, në 2020 Kina do nxorri për herë të parë nga varfëria 600 milion vet. Nga varfëria, që do thotë shtresë të mesme të konsoliduar për të mbajtur barrën, peshën e një krize të mundshme financiare, siç ndodhi në hemisferën perëndimor me krizën e famshme të vitit 2008, nuk e ka. Nëse ka një gap, një hapësirë shumë të madhe mes nivelit të pasurve dhe të varfër, pa pasur shtresën e mesme të konsoliduar, e cila përbën dhe bazën e qëndrueshmërisë së një shteti, pa diskutim që ai shtet ka probleme. Por edhe një herë, nën 5%, deri tani është 5% fiks, 5.1. Por ka probleme. Dhe ndoshta kur të hapen letrat e takimit zyrtar mes dy presidentëve do të shikojmë se çfarë ka dashur të përfitojë, çfarë do ka lëshuar që të qëndrojë, le të themi, në këto pozita. E qartë, profesor, shtatori është afër dhe shpresoj që bashkë do të jemi sërish që të diskutojmë, analizojmë takimet që do të ndodhin në Washington mes Xi Jinping dhe Donald Trump, dhe mbi gjitha nëse do të finalizohet dhe do të realizohet si vizitë. Falenderoj shumë për gjithë analizën tënde, për përcjelljen e fakteve, gjithmonë
një kënaqësi që të marrim nga ju atë kristalizim të pasqyrës se çfarë po ndodh mes Kinës, mes Shtetet Bashkuara të Amerikës, gjeopolitikës, rendit botëror. Të falenderoj. Faleminderit juve. Mirë, do të shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe kthehemi sërish në studio. Ushtrimi i raketës Sarmat 2 nga ana e Rusisë ka sjellë në vëmendje përsëri kërcënimin bërthamor. Putin në komente televizive tha se rendimenti i kokës bërthamore ishte më shumë se 4 herë më i madh se çdo ekuivalent perëndimor dhe rrezja e saj tejkalonte 35.000 kilometra. Presidenti Vladimir Putin miratoi ndryshime në politikën e armëve bërthamore të Rusisë në nëntor të 2024-s. Qeveritë perëndimore thonë se nuk do të friksohen nga Rusia, me SHBAN që refuzon me shumë nga e njëjta retorikë papërgjegjshme nga Rusia dhe thotë se nuk sheh asnjë arsye për të ndryshuar qëndrimin e saj bërthamor. Rusia do të përdorë raketën e saj të re bërthamore strategjike Sarmat në fund të këtij viti. Lajmi fillimisht e ka bërë media presidenti i Rusisë Vladimir Putin të martën e 12 majit, duke përshkruar atë si më të fuqishme në botë. Vendosja planifikuar e raketës e projektuar për dërguar koka bërthamore për goditur objektiva mijëra kilometra larg në Shtetet e Bashkuara ose Evropë, vjen pas viteve të tëra pengesash dhe vonesash. Putin, në komente televizive, tha se rendimenti i kokës bërthamore ishte më shumë se 4 herë më i madh se çdo ekuivalent perëndimor dhe rrezja e saj tejkalonte 35.000 kilometra. Presidenti Putin miratoi ndryshimet në politikën e armëve bërthamore të Rusisë në vitin 2024. Forca strategjike të raketave kryen një lançim të raketës më të re balistike ndërkontinentale me karburant të lëngshëm të quajtur Sarmat. Lançimi ishte suksesshëm. Qëllimi u arrit. Pasi SHBA-u ndroi nga traktati i raketeve antibalistike në vitin 2002, ne u detyruam dhe dua ta theksoj këtë, të detyroheshim të mendonim për sigurimin e sigurisë tonë strategjike në realitetin e ri dhe për nevojën për të ruajtur një ekuilibër strategjik të forcave. Që nga viti 2025, sistemi i raketave me rreze të mesme veprimi Oreshnik, me bazë në tokë është vënë në detyrë luftarake. Ai mund pajiset dhe me kokë bërthamore. Sarmat mund të udhëtojë jo vetëm përgjatë një trajektore balistike, por edhe përgjatë një trajektore suborbitale. Kjo bën të mundur sigurimin e një rreze për më shumë se 35.000 kilometrash, duke dyfishuar njëkohësisht saksinë e saj. Së fundmi ajo ka aftësinë të tepërtojë në të gjithë sistemet ekzistuese dhe të ardhshme të mbrojtjes kundër raketave. Deri në fund të këtij viti, Sarmat do të vihet në detyrë luftarake. На дежурстве 2017 года. Она уже применяется в ходе
специальной военной операции. Putin nënshkroi një dekret që përditësonte doktrinën bërthamore të Rusisë, të botuar për herë të parë në vitin 2020. Dokumenti me 7 faqe, ashtu si ai që zënçon, thotë se Moska ishte armët bërthamore si një mjet për të penguar armiqtë e saj dhe përcakton skenarët sipas cilave do të marret në konsiderat përdorimin e tyre. Russia's nuclear doctrine is that they have nuclear weapons to defend their country, as all nuclear weapon states do. Doktrina bërthamore e Rusisë është se ata kanë armë bërthamore për të mbrojtur vendin e tyre, siç kanë të gjitha shtetet me armë bërthamore. Gjë interesante është se ata ndryshuan pak vitin e kaluar dhe shtuan se armët bërthamore duhet të përdoren gjithashtu në mbrojtje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Rusisë, gjë që është paksa një problem i ri. Kjo u bë qartë për të dërguar një mesazh vendeve që mbështesin Ukrainën, për të thënë se ekziston një vijë. Ata nuk po thonë se ku është, por në një moment, nëse vija e tyre kalohet dhe armët bërthamore mund të përfshihen. Pra, është e qartë se ata po i përdorin këto armë si një mjet shantazhi, se po përpiqen ta përdorin atë për të marrë ndikim shtesë, për të marrë atë që duan nga lufta në Ukrainë. Blackmail, that they are trying to use it to get additional leverage. Përmbajtja e dokumentit nuk ishte surprizë, sepse Putin kishte folur publikisht për pikat kryesore më parë. Dekreti erdhi në të njëjtën ditë kur Ukraina qelloi raketat Atakams, të furnizuar nga SBA-t në Rusi për herë të parë në luftë. Një hap që Moska e sheh si një përshkallëzim të madh, por disa analistë sigurie minimizuan kohën, duke thënë se ishte e kuptueshme që burokracia shtetërore kishte marrë javë të tëra për të hartuar dhe publikuar dokumentin pas udhëzimeve të Putinit. Doktrina e përditësuar thotë se çdo agresion kundër Rusisë nga një shtet jo bërthamor që kryhet me pjesëmarrjen ose mbështetjen e një shteti bërthamor do të konsiderohet një sulm i përbashkët. Kjo është rëndësishme, sepse Putini ka thënë se vendet perëndimore do të luftonin drejt për drejt Rusinë nëse do lejonin Ukrainën të qellonte thellë brenda Rusisë me raketa që i kishin furnizuar Kievit. Ajo rendis skenar shtesë sipas cilave Moska do të merrte në konsiderat një përgjigje bërthamore, duke përfshirë nëse do të kishte informacion të besueshëm në lidhje me nisjen e një sulmi masiv ajror ndër kufitarët e Rusisë, duke përdorur aeroplanët, raketa dhe dronë. Ukraina ka organizuar sulme të shpeshta ajrore, kryesisht me drone, por tani edhe me raketa amerikane, për të degraduar aftësinë e Rusisë për goditur trupat, qytetet dhe infrastrukturën energjetike të Ukrainës. Russia and the United States have about 7,000 nuclear weapons. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë rreth 7,000 armë bërthamore secila. Rusia ndoshta ka pak më shumë prej tyre mbahen në rezervë. Ato nuk janë gati për përdorim aktiv, por çështja është se një armë bërthamore nëse përdoret, do të ishte katastrofë. Pra qëllimi është të shmanget çdo përdorimi i armëve bërthamore. Një numër i vogël nuk e bën atë më të mirë se një numër më i madh. Use of nuclear weapons. A small number does not. Po cilat janë ndryshimet e tjera kryesore të doktrinës ruse? Pjesa më e madhe e gjuhës ishte e pandryshuar që nga viti 2020, por kishte një numër ndryshimesh dhe shtesash që në fakt ulin pragun për përdorimin bërthamor rus. Rusia po vendos zyrtarisht aleatin e ngushëlbillur Rusi në nëmbrojtjen e saj bërthamore, pasi Putin njoftoi vitin kaluar se po staciononte raketa bërthamore taktike ruse. Rusia tani thotë se mund të përdorë armë bërthamore në rast një sulmi konvencional kundër vetes ose Bielorusisë, që krijon një kërcënim kritik për suverenitetin ose integritetin e tyre territorial. Më parë Rusia kishte thënë se mund përballet me një sulm konvencional me armë bërthamore, kur vetë ekzistenca e shtetit vihet në kërcënim. Rusia thotë se parandalimi i saj bërthamor synon jo vetëm shtetet e tjera bërthamore, por edhe vendet të tjera që lejojnë që toka, uji ose hapësira e tyre ajrore të përdoret për të përgatitur ose kryer agresion kundër saj. Rusia gjithashtu hoqi gjuhën në versionin e mëparshëm që rendiste respektimin e detyrimeve ndërkombëtare në fushën e kontrollit të armëve, si një nga parimet e saj të parandalimit bërthamor. Gjëja e rëndësishme për të mbajtur mend është se Rusia tashmë po përdor armë bërthamore, jo në një kuptim shpërthyes për të shkatruar zona të mëdha territori, por po i përdor ato si levë diplomatike, siç thash më parë, po i përdorin si mjet shantazhi. Po i përdorin ato për të bindur vendet perëndimore të kufizojnë ato që ofrojnë Ukrainës në formë ndihmës ushtarake. Pra, ne po e shohim përdorimin e saj çdo ditë dhe ka qenë shumë i suksesshëm. Dokumenti rëndi disa rreziqe dhe skenar të rinj që nuk përmendën në doktrinën e vitit 2020 dhe të cilët sipas tij mund ta shtyjnë Rusinë të marrë konsiderat në përgjigje bërthamore. Krijimi i koalicioneve të reja ushtarake ose zgjerimi i tyre ekzistuese, që është vendosjen e infrastrukturën ushtarake armike më afër kufive të Rusisë. Veprime që synojnë prerjen ose bllokimin e një pjesë të Rusisë. Veprime që synojnë shkaktimin e katastrofe ekologjike, planifikimi ose kryerja e ushtrimeve ushtarake në shkallë të gjerë pranë kufive të Rusisë. Sulme që përdojnë armë bërthamore ose armë të tjera të shkatrimit në masë ndaj forcave ruse të vendosura jashtë kufive të Rusisë. I don't think that Russia wants to use its weapons explosively in Ukraine.
Nuk mendoj se Rusia dëshiron të përdor armët e saj bërthamore në mënyrë shpërthyese në Ukrainë. Ata po i përdorin ato diplomatikisht çdo ditë, pak a shumë. Mendoj se ata morën një vendim në fillim të luftës, se do të preferonin të përdornin armët e tyre në këtë mënyrë si një mjet ndikimi, dhe jo si një mënyrë për të shkatruar territorin. Nuk ka kuptim. Nuk e shkatron një vend që dëshiron ta pushtosh dhe përfundimisht ta kontrollosh. Eventually control. Doktrina e re nuk përmban surprizat më dha, duke pasur parasysh deklaratat e mpanshme publike të Putinit. Por ajo përshtatet në një model të gjatë paremërimi se SBA-t dhe aleatët e saj rrezikojnë të hyjnë në konflikte drejtpërdrejt me Moskën, që mund të shndrohet në luftën e tretë botërore, nëse vazhdojnë sërish mbështetjen për Ukrainën. Kjo ndodhi në moment tensioni akut me Ukrainën. Korejën e Jugut dhe SBA-n, që thanë se trupat e kryesveriut po hyjnë në luftë në anën e Rusisë, diçka që Moska nuk e ka mohuar. Dhe me Rusinë dhe Ukrainën, që kërkojnë të forcojnë pozicionet e tyre përpara kthimit të Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë dhe mundësisë së negociatave për të dhënë fund luftës. Qeveritë perëndimore thonë se nuk do të friksohen nga Rusia, me SBA-n që refuzon më shumë nga njëjta retorike e papërgjithshme nga Rusia, dhe thotë se nuk sheh asnjë arsye për të ndryshuar qendrimin e saj bërthamor. Ministri i Jashtëm i Francës e përshkroi veprimin rus si thjesht retorik dhe presidenti i Ukrainës shprehu shqetësim për atë që ai pa si mungesë interesi të Putin për paqe. Vladimir Putin tha në komentet e publikuara të dielën se Rusia kishte forcë dhe burime të mjaftueshme për ta çuar luftën në Ukrainë në përfundimin e saj logjik, megjithëse shpresonte se nuk do të kishte nevojë të përdorte armë bërthamore. Ishte gjithçka e përgatitur për programin Rreth e Qark dhe për sonte. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë natën e mirë.